Të gjitha përgatitjet i kemi kryer dhe vetëm po presim këto shtetet që kanë me marrë pjesë me arrit në për hotelet e tyre dhe me fillu me stërvitjet dhe përgatitjet për startimin e kampionatit, kualifikimet për kampionatin botnor. Si që dini, marrin pjesë 12 kombëtare nga 8 shtete, të më thonë 6 marrin pjesë në U18 dhe 6 në U20. Faktikisht organizohet për dy gjenerata. Shtetet pjesëmarrëse janë Bullgaria, Kosova, Nicaragua, Nigeria, Kaledonia e Re, Ruanda, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Uzbekistani. Sa i përket ndeshjes Kosova-Ukraina, kjo është në procesin aktiviteteve në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian, që tani e 4 vite Federata e Mbundit dhe kombëtarët e saj gjenden në rundin e dytë dhe shpresojmë, duke marrë parasysh formën dhe disponimin e ekipës, synojmë që këtë të arrijmë të fitojmë ndaj Ukrainës dhe të shtojmë gjasat për kualifikimin në kampionatin evropian. Në këtë listë mungon Kastret Jupa dhe Argjos Moshkolla, të cilët kanë qenë pjesë e kombëtarës në Yellow Cup, por për shkak të lëndimeve të tyre tani janë jashtë fushës, ndërsa të tjerët lojtarë janë të gjithë të pranishëm dhe mund të them lirisht që janë të kompletuar. Gjithsesi ka ndikim edhe Kastret Jupa si prej lojtarëve më së shumti të ndeshjet që ka të zhvilluara për kombëtarën e Kosovës.